Shumë njerëz kanë zgjedhur profesione të ndryshme në jetë. Ndodh që dy personazhe të njëjtit profesion takohen në rrugë. Për shembull, do takohen dy rrobaqepës, Juli dhe Erblini. Dini jashtë, po përgatituni. Okej? Po si e ti? Mirë? Çka ke bëni? Po si e? Ej mirë, vaj çikto. Nga shtëpia mirë? Mirë, çka ke bëni gjë? Mirë. Si e? Isha atu pa neshët, po kanë dalë kohët më fare. Shumë bukur. Edhe isha aty te ai lokali atje, qofse e ke parasysh. Çe të bëm? Bukur? Shiko, se nuk është se 67. shef mirë ti nga jashtë. Sepse kur të shkosh aty te çe të bëm? Mbaj pak. Është era fundit që madhesh me mua, do të vi turp. Mos mat me mua. Merre metrin me Mat me metrin. mua. Kalojmë tek dy këngëtar operistik. Ermali dhe Egi si takohen dy këngëtar operistik. Egi, maestro. Po kjo është kulmi, ta bësh ti numrin dhe të qeshi me tjetrin. Si po ja kalon atë të ftoj për një kafe. Ne. Pas kemë më vërtet nevoj për një kafe, se pash kam kullën e Eiffel të mrena. Të mrena kam kullën e Eiffel. Nuk vi për kafe! Pse? Për që ke i qimbi këtu ti? Okej, dy këngëtarë operistik. Kalojmë te dy boksierët, Genti dhe Albano. Në numrin mes. Ti doni. S'ka habla. Po Genti, se çfarë kam brapa? Do të marrim veglat e boksierëve. Unë ndërkohë po bëj çik nxemje. A kërcel dhe ti, se s'ka lezet. Jo, kam në stilin këshu. Albano, si është gruja? Mirë, Lale, qka? Ti si ke qenë? Mirë. Po mu boga qefi shumë plak. Po që kemi në gjë? A si gjo për zotin, qëtë si? Jo, më të vërtet. Po zotin. Je bo me fnim, thamë. Po ti, sa vjesh vajti që unë jotë? 4. Lale, e mora vesh kishte ditinjen plagu, po s'po t'pysa mushi. Okej. Dy parukjere. Lisa dhe Ermali. Ja, se bëj shaka. Cupi. Lisa dhe Cupi. Ti je? Të vësën unë jam, po aje ti? Edhe unë jam. Je bërë zemër, shpirt, je bërë bukadeu. Edhe ti, sa e bukur që ke dobësuar, që pyet. po flokët, si të... A shumë të përqenë? Po dhe ti pas të marrë mirë vetu, që ke bërë shumë e mirë. Sigurisht, që si kam Shumë e bukur, shumë e bukur. Se po vetullat që si kam vetullat, po buzët. Shumë mirë, shumë bukur, po ishë në jarë këto. Edhe ti. Shumë Edhe ti, dukesh mashallah, kishin do njerë ato, po hajtë. Më merë në telefon, se ka marrë shumë Edhe ti më marrë shumë plesh. Qa tha jo qëtësira? Mama, unë se kupte se ndoli për para. Mirë, kalojmë tek dy policë, Juli dhe Albano. A më lë goti me! Se morën ve, shajin. Police man. Kena këto kapelet tu, kena pas sa kapelet.
Në me vërteka të bakën, apo e bërë ta shi këtu poshtë? E kam timin, mo. Por fat... Si e? Mirë. Po ti? Qka? A e more vesh? Qfar? Sa i trash jemër, mërë. Kuj ti thua i trash, mërë? E! Ty! Kuj ti the? Ty pra? Tani mund të ri... Dua qere kore ta kap. Po pra, mund të rini gjithë natën aty. Mirë, kalojmë tek dyshja e fundit. Është Genti dhe Xhota, që janë dy berber. La la la. Genti, Xhota, si e? Mirë. Ç'kemi? Shumë mirë, ti si ke qenë? Mirë, faleminderit. Mirë, shkoj? Mirë, Qa bëhet në i gjuhë? Mirë, faleminderit. Ma shtëpia? Mirë. Qa ka? Po. Qa na thuhet, më? Mirë, asi gjë, mërgulli. Po. Po ç'kemi? Mirë, faleminderit, mirë. Bët shumë që... Asi gjë, knajsi. Si po shkon puna? Ja, karoni qik me krizën. Me të vërtet. Qa me i bë? Po. Ti, aty ku e ke pas Aty e kam dyqanin, po më mytën bashkjakët, po çmene e fare. Okej. ashtu, a? Po ti, gjonat, mirë shkojnë përgjithësi? Mirë, du me bo biznes të madh. Oh, shumë mirë, shkojmë qyshe, një mrekulli. E po, zohem që të pash. Gjithashtu. Hajde, të fala. Ishin takimet e profesionistëve, ky ishte bloku 2. Rikthehemi pas publicitetit. Faleminderit Amësë, faleminderit Crystal Center.